Fruthi është një sëmundje virale shumë infektive më i zakonshëm tek fëmijët e vegjël që mund të çojë në komplikime serioze nëse nuk je i vaksinuar. Rënja e nivelit të vaksinimit ka rritur rastet me fruth dhe përpasoj ka shkaktuar viktimat e para në Teksas, në Amerikë. Edhe në Shqipëri është rritur kujdesi dhe ndërgjegjësimi për vaksinimin tek fëmijët. Në Lushnjë, për situatën që jemi, nuk ka raste me fruth, thot Mimoza Kote, kryevaksinatore. Për situatën që jemi aktualisht në rrethin e Lushnjës, nuk ka raste me fruth, as të dëshuar dhe as të konfirmuar. Vaksinimi për këtë periudhë ka ecur në rregull. Kemi gjithsej për 3 mujorin e parë 166 fëmijë që janë të moshës 1 vjeçare. Tani nga këta 122 e kanë bërë në kohë vaksinën. Pjesa tjetër për arsye të virozave, të smundjeve që kanë fëmijët, e kanë bërë pak më vonë, por në fund të 3 mujorit vaksinimi është 100%. Domethënë, 166 fëmijët 1 vjeç e kanë aplikuar. E njëjta gjë është edhe për fëmijët e moshës 5 vjeç. Që jemi një çik më të rritur në këtë moshë dhe pretendimi i prindërve për ato arsyet e autizmit e njërën tjetër nuk qëndron dhe vaksinimi është 100%, është i plotë. Nënat janë të ndërgjegjësuara, personeli shëndetësor ka bërë punën e vet. Mendoj se në këtë situatë jemi mirë. Jemi mirë dhe me aplikimin edhe me ecurinë. Fëmijët që janë të pavaksinuar dhe sidomos dhe ata që janë me probleme shëndetësore janë shumë të rrezikuar, sepse fruthi është edhe fatal. Ndërkohë edhe ata që janë me 1 dozë dhe refuzojnë për të bërë dozën e dytë, janë të predispozuar për të prekur. Por, ecuria është pak më e mirë e fruthit kur je pak i mbrojtur me dozën e parë. Prandaj sugjerohet doza e dytë dhe ne kemi 1 vjeç edhe 5 vjeç për të aplikuar 2 dozat e vaksinës. Vaksina ka fruthin, ka rubeolun, ka shytat. Është një vaksin super, e ruajtur në kushte optimale. Aplikohet për 2 fëmijë, sepse është flakoni me 2 doza, i ruajtur në kushtet optimale si këtu në një VKSH, ashtu edhe në përqendrat shëndetësore të cilat të gjitha janë pajisura me frigorifera. Aplikimi bëhet në moment, hapet vaksina për 2 fëmijë, ecuria është e mirë. Mos shikoni internetin që vaksina shkakton autizëm, nuk është e vërtet, sqaron zonja Mimoza. Aq më tepër duke parë situatën që fruthi në botë edhe këtu te ne është prezent, mos shikoni shumë internetin. Ndiqni këshillat e personelit shëndetësor, të konsultorit, të nënës dhe fëmijës, gocat që ju thonë gjithmonë që është vaksina për të bërë në këtë datë, aplikojeni sepse nuk ndodh asnjë gjë. Asnjëherë nuk është e vërtetuar që MMR-ja, vaksina e fruthit, jep autizëm, absolutisht jo. Ju sugjeroj në kohën e duhur duhet të bëni vaksinën, të mbroni fëmijët.